Kalaja e Rozafa vijon të mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara turistike në të gjithë vendin. Vetëm gjatë muajit prill, monumenti më i rëndësishëm historik i Shkodrës ka regjistruar rreth 17.000 vizitor vendas dhe të huaj. Drejtori i DRTK Shkodër, Helidon Sokoli, shprehet se interesi në rritje i turistëve ka sjellë edhe zgjatjen e orarit të vizitave gjatë sezonit veror, duke u krijuar mundësi më shumë vizitorëve për të eksploruar Kalan dhe historinë e saj. Ne këtë vit kemi si risi edhe zgjatjen e orarit të vizitueshmërisë së Kalas deri në orën 20, çka sjell edhe një lehtësi edhe për grupet turistike që i drejtohen Kalas në orët e mbasdites për të evituar orën e pikun e periudhës së nxehtë. Sokoli bën të ditur se Kalaja e Rozafa pritet të nënshtrohet së shpejti një projekt i ri leximi, i cili synon përmirësimin e infrastrukturës dhe kthimin e saj në një hapësirë edhe më tërheqëse për turizmin kulturor. Projekti tashmë është miratuar në Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, është në fazën procedurën e tenderimeve, është një projekt që zhvillohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me financim nga Banka Evropiane për Zhvillim. Do përkojë ndoshta me sezonin turistik, por ne do gjejmë atë mënyrën e organizimit të punës. Parku arkeologjik i Shkodrës rënditet ndër 5 sitet më të vizituara në vend gjatë muajve janar-prill të këtij viti. Ai ka pritur mbi 33.000 vizitorë, duke regjistruar një rritje prej 87% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.